zhvillimet në Shqipëri janë zhvillime dramatike të cilat në çdo aspekt e nxjerrin Shqipërinë jashtë hapësirës europiane. Pra, Shqipëria me këto zhvillime spostohet diku nga Magrebi ose edhe më thellë në hapësira të tjera. Besoj se se ishte dhe një rast për të shprehur falënderimin për misionin faktmbledhës që solli Partia Popullore në Shqipëri, por dhe Parlamenti Evropian. Në këtë aspekt, mendoj se është bërë një punë shumë e madhe dhe eficiente për të bërë prezent realitetin e regjimit e narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, regjimit Edi Raps, i cili tani pas shndrimit të zgjedhë një farsë elektorale dhe e pranuar kjo universalisht, ju besoj se e ndigjuhet se dje një nga institucionet më prestigjioze në botë të vlerësimit standardeve të demokracisë, Videm, e klasifikoi Shqipërinë autokraci elektorale. Autokraci elektorale do të thotë diktaturë autoritare. Pra, në këtë kuadër, Shqipëria është bërë famzez, Shqipëria e Edi Ramës është bërë famzez dhe duhet të garantoj shqiptarët se gjithnjë e më shumë mbështetja për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe denoncimi, denimi dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Natyrisht, syt, mendjet e miqve tanë, partnerëve tanë në Europë dhe në botë janë të drejtuar tek qytetarë shqiptarë, tek opozita shqiptare, qëndresa e tyre ndaj këtij regjimi, përpjekja e tyre për largimin e tij. Kështu që fryzoj këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritën tonë paqësore të ngrem zërin fuqishëm, të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri proteste, zëri kryengritjeve paqësore shqiptare.